Lavdi dhe falëndërimi është për Allahun fuqiplot, të cilin e besojmë se është i vetmi Zot që meriton adhurim. Salavatet dhe selamet e dërgojmë pejgamberit fundit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve dhe gjithë besimtarëve që ndjekin rrugën e tij. Të dashur vëllezër, lufta më e madhe të cilën e bën njeriu është lufta me vetveten. Kur themi lufta me vetveten është forcimi i imanit të tij. Forcimi i imanit të tij. Kur nuk do të më mendu njeriu se tash unë bona muslimane dhe u kry. Gjithmonë do të më synu më të mirën. E për me forcu imanin, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar që duhet me pastru zemrën. Imani është i fortë kur zemra është e pastër. Çka më bë? Me përmirësu zemrën tonë. Cili është tash zemra është mesele e madhe, ka mjanis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thonë, nuk është në rregull imani i robit përderisa nuk e rregullon zemrën e tij. Ja Rasulullah, si ta rregulloj kahtjanisën me rregullu zemrën kur ti na ke mësuar, edhe ke thonë se zemra në dorë të Allahut, edhe Zoti azza wa jalla lëviz ç'është dën. Atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka pru ilaçin çysh me përmirësu zemrën. Ka thonë nuk përmirësohet zemra përderisa nuk e përmirëson gjuhën tonë. Bismillah. Kjo është fillimi i përmirësimit të zemrës. Është me rregullu gjuhën tonë. Mjanis, mos me fol më çato fjalë të cilat i ke fol deri dje. Mos më bë më çato shpifje të cilat i ke bën deri dje. Mos me i bën çato paragjykime të cilat i ke bën deri dje. Kush beson Allahun dhe ditën e gjykimit, le të flas mirë ose le të hesht. Fillon përmirësimi i imanit tën, luftën me e kap, me agjet, fijen, lamshit, fijen me agjet. Në momentin që e ke kuptu se duhet mu nis prej përmirësimit gjuhës, sepse zemra është një enë. Luga asaj, për me nxerr prej zemrës është gjuha. Pejgamberi alayhi salatu wasalam është pyetja Rasulullah, mas shumë ti çka i çon njerëzit në xhehenam? Ka thonë dy gjëra. Amoraliteti, kurvnia, shkurt. Edhe të folurit keq, e mrapsht, e paven. Cilla fjala më e rëndë? Fjala më e rëndë është me kundërshtu Zotin. Allah i na rujt. Pastaj në mesën e njerëzve është mi shpif dy sene. Mi fol keq për njerëzit, thashë thame, ky tha për ty kështu, ai tha për ty ashtu. Thashë thame dhe e dyta, mi akuzu gratë e ndershme me amoralitet. Ma madhja me fol për Zotin keq, po për njerëzit me shti thashë thame, një ose me fol për moralin e grave të huaja. Prandaj ruajtja e gjuhës mos me fol në moralin e grave të huaja. Është aq e rëndësishme sa sheriati ka vendosur dënim. Ai i cili akuzon me amoralitet një grua dhe nuk ka fakt të dënohet me 80 shkopi. Me shkruaj diku në Facebook në koment. Ma bëni halal që po e them këtë fjalë, po duhet më kon sa më i qartë. Një gruas me shkruaj kush do kofta ajo, oj kë me pika pika. Domane pa ndershme. Ajo ka drejt me bos kënë shot që ato dhe me ta qunë shëriat, me thonë, më ka qujtë filani qështo. Hajde zotni, kush, qësh, pse, tek, ja vëllaj, po qashtu më shiti goja dhe me kanë vjedhë pasvordin. E dini ato forat e shqiptarve. Ta vjedhë me shpram, ta vjedhën pasvordin. Edhe dënohet me 80 shkopi. Se zgudzan ti me lëshu guhën. Pra pejgamberi për dhatë sallallahu alaihi wasallam, mas shumë të në xhenemi që njerëzit, amoraliteti edhe të folurit keq, të folurit mrapsht, ose fol mirë ose hesht. Prandaj Omer ibn Abdulaziz ka thonë, rrini me njerëzit të cilët folin pak, të cilët veçohen edhe meditojnë, sepse meditimi tyne është urtësi, hikmet, urtësi, sa i ka vakt me menu kamara me menu, nuk ka vakt mu marë me thashethame. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po ashtu e ka këshilluar një ditë Muadhin, radiallahu anhu, një sahabi i ri,
që nuk I dinte ala dispozita, tha u madh, ndër shumë këshilla që ja dha, tha ruje këta, gjuhën. Muadhi mendonte që veç me dorë me kap dikon edhe mi bani zullum, dënohesh. Tha ja Rasulullah, edhe për ato që flasim, kemi mu marrë në pyetje, a ke pas sa njerit të popullojnë, a besë së bana kur gja, fola që aty diçka, sa kur gja, muhabet po bëjmë, shme muhabet po bëjmë. Ti me muhabetin që po e bani, shkan ati fjala se ti ke folë për babën e ti, për djalin e ti, për nanën e ti, për bashortën e ti, për vajzën e ti. Ti e ke prish burrin me gruan, gruan me burrin. Po muhabet po bëjmë? Ja, qa? Ja Rasulullah, edhe çka flasim mirë, kemi marrë në pyetje? Po muadh tha të pas nana. Po njerëzit, a din ti se mas shumë ti, që shkojnë zvarë, ngrihen zvarë në xhehenem, në më thonë, ka disa forma që me shku në xhehenem, Allah I në rujt, mos I provosh me asnjëha. Në më thonë, mos u bani kryes mi provu, mi ditë po, a mi provu jo, se na kruat, a vëdin neve, gjitha sen me provu. Jo, inshallah se provojnë. Një formë për me shku në xhehenem është kështu. Allahu Gjelleshanu po e lidh njerin si rrotë, si rumëllak. Me ftyrë për toke, sikur sa ata akrobatët që me kame e prekin kryt. Edhe me gjuhë për jashta, e ngrehin me lachet, zhak deri ta çojnë në xhehenem. Tha, mas shumë ti që ngrihen me gjuhë për xhehenem, janë që ata që folin fjalë pa lidhje, fjalë vene pa ven. Nuk e kish ditë Muadhi. Tha ruje gjuhën. Pashtu ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, thot, ka njerëz që e lëshojnë një fjalë që nuk I kushtojnë vëmendje apo bëjnë dëm as janë të bëjnë dëm, veç e lëshon fjalën. Edhe unë jap një këshill të gjithë atyne vëllezërve dhe motrave të cilët zakonisht tash janë nëpër gara politike. Edhe shkojnë edhe akuzojnë palën tjetër. Ky hajnë, ky kështu, kjo ashtu. Mas zgjedhjeve, thonë këto kanë qenë veç debate të vaktit zgjedhjeve politike, se nuk është që edhe unë e menoj që ashtu për ata, po u dasht me thonë atëherë. Ti dush më konë fisnik, ti dush më konë bujar, ti dush më konë burr. Ti edhe në garë politike nuk guxon me shpiv për tjetrin. Ti nuk ban, ishte situata më në ti nuk ban. Njeriu vlerësohet me parimet e veta, jo me rrenat e veta për tjetrin. Kush do koftaj? Nuk takon ti dush me ngrit jetën mbi parimet e tua. Njeriu e flet fjalën që nuk mendon se ka me bë dëm me ta. Yahwi biha, thot, shkon te poshtë ila nari jahannam, zjarr xhehenamit 70 kharifa, 70 vjet. Sa 70 vjet? Allahu alem nuk e ka përcaktuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 70 vjet, kësaj bote atë botës tjetër, që ta Allahu një ditë është sa 1000 vjet. Që nëse 1000 vjet kësaj bote, na 2025 jemi në sabat ditës tretë. Sa unë të dal dilli ditës tretë. Një ditë të Allahut sa 1000 vjet, 70 vjet, po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një fjalë që nuk me çat fjalë bën dëm. Edhe kundër ta tha, e thot një fjalë të mirë, që ka marrë mendja që ka me bëj çaj hajër, çaj fjalë, sa shkon përpjet, ngritet në gradat xhenetit 70 vjet. Folni mirë sa folni keq. Keni kujdes. E kur e përmirëson gjuhën, kjo I bën se ti e ke përmirësuar zemrën. E zemra është ajo që e man imanin, është ajo qesja, është ajo ena, është ajo shtëpia ku qëndron imani yt në zemër. Prandaj lufta më e madhe e njeriut është me përmirësu imanin. Qysh me arrit shkallët? Duke përmirësu zemrën. Qysh me përmirësu zemrën? Fia, peni, I ati lamshet që tu ka tollovit ka mjanis, është mjanis nga përmirësimi I gjuhës. Unë po jap në fund një teknik, po e çoj kështu një formë qysh me rujt gjuhën. Bën e plan 2 sene para se me fol. Ke apo s'ke ai tjetrit që po folish për ta para teje. Nja, nëse do t'i shkon para teje, a kishe me thonë që ata? Qatë fjalë që bethu, a kishe me thonë? Valla jo, se atër mos e thuj dhe pse s'është ai.
se detyrimisht ki mu ballafaqu me të në ditën e kiametit pse e fole. Edhe e dyta, pra para, a kishe me thonë nërsu jo, atër bë në burë, mëse thuj as mas shpinës. Ose fal mirë, ose mës fal keq. Edhe e dyta, a ki përgjigje për në ditën e kiametit, të Allahu Gjeleshanu mi thonë o Zot, kur të vjena edhe thëtë o Zot, ky pas ka folë për mu, po du hakin tanë. A ki përgjigje të Allahu, qysh më unë nëzirë për qatë fjallë që e ke folë. Po, na ka rastë kur edhe na flasim. Vallai rujnë për filani se nuk e buri mirë. Ama kur ta thojmë, du të më matë mirë. Që në ditë kiametin me thonë, o Allah, po kum folë për filanin. Pejgamberit alayhi salatu wasalam i ka letra prej Musejleme Kedhabit. Musejleme ka qenë një fisit që ka shpall vetën pejgamber. Edhe ka qenë Resulullah sallallahu alaihi wasallam një letër i ka thonë nga Musejleme, pejgamberi Zotit, ai ka thonë vetës vetë. Te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pejgamberi i Zotit. Edhe ka thonë edhe unë jam pejgamber, po ndajmë pushtetin për gjys. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka marrë një letër i ka shkruar ka thonë prej Muhamedit sallallahu alaihi wasallam të dërguamit Zotit te Musejleme Ranacaku gënjeshtari. E pejgamberi ka thonë atij gënjeshtar se ka pas fakte. Prandaj nëse flasim kemi fakte. Edhe nëse on dobi të masës të umetit nuk kem nevojë me fol ndryshe. Pra përgatiteni për këto dyjat, ti keni parasysh me qëllim që me nal sa më shumë gjuhën nga të folurit gabim. Lutë Allah që të na forcojë në këtë rrugtim, na përmirësoj imanin, ta fitojmë këtë betejë me veten, me nefsin, me epshin tonë që kemi brenda vetvetes. Zot na forco, na fal, na udhëzo, na jep ymër, shëndet, mirësi, begati. Ata që kanë vdekur para neve, jepjon varret e tyre qetësi. Jepjo rahmet o Zot, vlladitja o shpirtat e tyre, bënjo nur, errësirën e tyre. Jepjo selame shumë prej neve, ja Rabb, na ju udhëzo dhe vlat, familjarët, akrabat, duje udhëzoj edhe këtë popull në rrugën e hajrit aty ku ti e kënaqen o Zoti jon. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.